Të nderuar banor të lagjes Tekje dhe Bregu i Dellit, të nderuar këshilltar zonës Bujar Jusuf Muhamet Lorina, nderuar drejtor Valon, të nderuar organizator Armend Semir, nderuar shef i shtabit Besar Durmishi, nderuara deputete, nderuar kryetar, më lejo që prej sonte të ta uroj fitoren sepse kundërshtarët tu vetëm se e kanë hudhë peshqirin ende pa filluar një fushata. Ata vetëm se kanë filluar të arsjetojnë humbjen duke ofendu, duke akuzu dhe duke shpif. Gjërsa ti flet për projekte, ata flasin për ty, kryetar. Kundërshtarët politik asesi nuk mundin ta orientojnë fushatën me ide dhe vizion për Tetovën. Normalisht ata nuk mund të flasin për Tetovën sepse po të flasin për Tetovën ata duhet të tregojnë për 24 milion euro borx. Po të flasin për Tetovën ato duhet të flasin për Tetovën që e lanë në borllog dhe në terr. Po të flasin për Tetovën ata duhet të flasin për Tetovën që e lanë në kaos dhe katrahur. Për sukseset e Bilal Kasamit ne këtu nuk duhet të flasim shumë sepse e shihni dhe i keni më të freskëta vetë. Fal Bilal Kasamit, lagja Tekje po merr një pamje europiane, fal Bilal Kasamit, po u zgjodh problemi dekador i ujit të pishëm në Breg të Diellit. Unë nuk dua të zgjas më shumë sepse edhe koha e të bën vetëm dua të juftoj që me datë 19 tetor, edhe Tekja, edhe Bregu i Diellit, po edhe gjithë Tetova të flet me një zë. Të votoj numri 7 edhe për kandidat për kryetar komune, edhe për listën e Këshillit Komunal, që bashkë t'i japim hovë zhvillimit të Tetovës edhe në mandatin e ditë. Ju falenderit dhe na prifte bara deri në fitore.